Spitalet e përgjithshme po përballen me furnizim jo të qëndrueshëm të materialeve për hemodializë edhe me mungesë në ditë të caktuara. Shërbimi spitalor klinik universitar edhe menaxhmentet e spitaleve kanë pranuar vështirësitë në furnizim, por jo edhe mungesën e tërësishme. E burimet të kohës brenda institucioneve shëndetësore kanë konfirmuar se çdo ditë po përballen me telashe. Një antar i stafit shëndetësor në spitalin e Ferizajt, në kushte anonimiteti, ka treguar se mungesa e preparatit acetat për hemodializë po shkakton vonesa edhe kufizime në ofrimin e shërbimeve. Edhe këto është problem mungesa e preparatit acetat për dializë. Të hënën pasdite, pacientët janë kthyer pasi nuk ka pasur. Të martën e të mërkurën janë furnizuar nga Prishtina vetësa për shërbim. Sot janë duke u dializuar, por acetati është në mungesë tërë kohën dhe janë duke u kursyer. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së Spitalit të Ferizajt, Minire Aliaj, nuk ka pranuar të flasë për problemin, duke thënë se pyetjet duhet dërguar në SHSKUK. Sipas burimeve, mungesë të furnizimit të qëndrueshëm ka edhe në Spitalin e Pejës. Siç ka mësuar koha, ky institucion është furnizuar nga QKUK-ja të enjtën sa për të mbuluar nevojat edhe të së premtës. Furnizimin në sasi të vogla e ka konfirmuar drejtori i spitalit. Situatë e ngjashme raportohet edhe në Mitrovic, por stafi i repartit të hemodializës nuk ka pranuar të flasë të enjtën. Në spitalet e Prizrenit, Gjakovës e Gjilanit kanë mohuar mungesën e materialit. Në fakt, në Prizren të martën theksuan se kanë vështirësi në furnizim, e të enjtën thanë se furnizimi është i rregullt nga SHSKUK-ja. Njëjtë ka vepruar edhe drejtori i Spitalit të Gjilanit, Afrim Cana, që 2 ditë më parë i tha kohës se nuk ka rezerva, ndërsa të enjtën ndryshoi deklaratën. Ky furnizim është duke vazhduar në baza ditore, nuk është ndalë asnjëherë shërbimi i dializës për pacientë që janë në program në Spitalin e Gjilanit. Ka vazhdu, po vazhdon në vazhdimsi në bazë të atij programi që është i paraparë. Koha ka qëndruar të mërkurën në Spitalin e Gjilanit dhe në orën 14 nuk pati asnjë pacient duke e kryer hemodializën. Në SHSKUK kanë konfirmuar se ka vonesa në furnizim, por mohuan se ato kanë ndikuar në ofrimin e shërbimeve, po ashtu nuk kanë treguar për sasinë në stok. Shërbimet nuk janë ndërprer dhe nuk do të ndërpriten për pacientët, por ka mundur dje të ketë ndonjë vonesë në fillim të shërbimeve e që nuk ndikojnë në gjendjen shëndetësore të pacientëve, ndaj të cilëve kërkojmë mirëkuptim, duke i njoftuar se të gjithë do të marrin shërbimet e nevojshme mjekësore nga stafi i dializës së institucionit përkatës. Tenderi i rregullt për material të hemodializës është bllokuar pas ankesave në organin shqyrtues të prokurimit, e tenderi emergjent i hapur para pak ditësh është anuluar, pasi 2 kompani ofertuan me çmim më të lartë se sa vlera e parashikuar e tenderit. Hemodializa u bëhet personave veshkat e të cilëve humbin funksionin e përpasoj u duhet ta pastrojnë gjakun 2 ose 3 herë në javë.